Po pse George Sorosi? Unë do të themi gjë këtu, edhe do dokumentoj. Jam i vetmi njeri në Europë që kam kërkuar shpalljen e tij non grata, publikisht dhe disa herë. Një investigim i publikuar nga gazeta Dita sjell në vëmendje një seri dokumentesh financiare dhe akademike, të cilat ndriçojnë marrëdhëniet e hershme mes familjes së Sali Berishës dhe fondacioneve të lidhura me miliarderin George Soros, të njëjtin person që Berisha akuzon sot se ka ndikuar në shpalljen e tij non grata nga Shtetet e Bashkuara. Në qendër të shkrimit qëndrojnë vajza ish kryeministrit Argita Berisha dhe bashkëshorti i saj Marber Maltezi, të cilët sipas dokumenteve kanë përfituar fonde, bursa dhe mbështetje për projekte të ndryshme nga Fondacioni Soros në Shqipëri dhe jashtë saj. Sipas të dhënave, në mesin e viteve 90, Argita dhe Marber Maltezi rezultojnë të kenë marrë fonde nga Soros për trajnime dhe programe studimore. Një prej rasteve të përmendura është një pagesë prej rreth $2.300, e cila lidhet me pjesëmarrjen e tyre në një trajnim në Gjermani. Në të njëjtën periudhë, një klub studentor i quajtur Perla, ku Argita dhe Marbri kishin rol drejtues, ka përfituar gjithashtu një shumë prej mbi $7.000 për zhvillimin e një aktiviteti javor. Kjo mbështetje financiare paraqitet si pjesë e programeve të zakonshme të Sorosit për organizata rinore dhe akademike në tranzicionin post-komunist. Më pas, në fund të viteve 90, Maltezi përmendet si një përfitues i një burse studimi nga fondacionet e Sorosit për të ndjekur studimet e tij në SBA. Të plot mund ta lexoni dhe Gazeta Dita.